Për 10 vjet, Elira kishte jetuar me hijen e kujtimeve, me një dashuri të varrosur bashk me trupin që kur nuk u gjet. Burri i saj, Ardi, ishte shpallur i vdekur pas një aksidenti tragjik në det, dhe me kalimin e kohës ajo kishte mësuar ta pranonte humbjen. Por jeta, me ironinë e saj të hidhur, nuk mbaron kurrë së befasuari. Kur ajo më në fund e lejon veten të dashuroj përsëri, të ndërtoj një jetë të re me Dritanin, një burr i butë, i ndershëm dhe i dashuruar marrëzisht, pasaj e shkuara vendos të trokasin përsëri. Një mëngjes, teksa po u shërbente kafen djalit të saj të vogël, dera e shtëpisë trokiti. Dhe përtej saj qëndronte një fytyrë që ajo e njihte më mirë se çdo tjetër në botë. E thinjur, e lodhur, por e gjallë. Ardi, atë çast bota e Elirës u ndal. Hija që u kthye nga detim mëngjesin e 12 majit. Elira kishte dalë herët në verandë. Era e lehtë e pranverës përplasej në flokët e saj ndërsa ajo shikonte Dritanin, që po ndëronte ujin e lulet në obor. Ishte një ditë si të gjitha të tjerat, e qetë, e butë, plot me tingujt e një shtëpie të mbushur me dashuri. A ke parë orën? I tha ajo duke qeshur. Do vonohesh në punë. Dritani ngriti kokën, i buzëqeshi me atë ngrohtësi që e bënte çdo ditë të dukej e sigurt. Për ty s'vonoj kur. Do iki pas një kafeje. Në atë moment trokiti dera. Një trokitje e fortë e pasigurt që s'dilte si nga dora e një mik. Ajo u drejtua për ta hapur, pa menduar gjë. Por kur dora e saj kapi dorezën, diçka në zemrën e saj rahu ndryshe, një parandjenje, një fije frike pa arsye. Kur dera u hap, trupi i saj u ngrir. Përballë saj qëndronte një burr me rroba detari, me lëkurë të nxirr nga dielli, me sytë që dikur i kishte parë në netët e dashurisë. Ai foli me një zë që vinte nga varri. Elira, ajo i ra filxhanit nga dora. Kafeja u derdh mbi 2 sheme, por ajo nuk lëvizi. Jo, s'mund të jetë. Ardi. Ai mori frym thellë, si dikush që po kthehet nga fundi i botës. Po, jam unë. U ktheva. Në atë çast Dritani doli nga oborri, duke u afruar i habitur. Çfarë po ndodh, Elira? Kush është ky burr? Elira nuk dinte ç'të thoshte. E vetmja fjalë që i doli nga goja ishte një pëshpëritje. Burri im, Dritani e pa i shtangur. Burri yt. Po unë kush jam, Elira? Ajo uli syt, zemra i rrihte fort, fytyra ju mbush me lot. Në një çast 10 vjet dashuri, humbje dhe fillime të reja. U përplasën në një sekond që do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e të treve. 2 burra, një zemër shtëpia që dikur kishte qenë streh paqeje. Atë mëngjes u mbush me heshtje që therr. Aroma e kafes që ishte derdhur në 2 sheme ende qëndronte në ajër. Ndërsa 3 shpirtra të tronditur përpiqeshin të kuptonin nëse ajo që po ndodhte ishte realitet apo ndonjë mak që s'kishte fund. Elira u mbështet pas derës, e zbet, me sytë që lëviznin mes 2 burrave. Dritani qëndronte i ngrirë në mes të dhomës, me duar që dridheshin, pa e ditur nëse duhet ta mbante për dorë apo ta linte të fluturonte drejt fantazmës që sapo kishte hyrë. Ndërsa Ardi, burri që ajo kishte qarë, që kishte ndëruar çdo natë për 10 vjet, që kishte lënë pas një det që s'kishte kthyer as trupin e tij, tani ishte aty i gjallë. Ku ke qenë gjithë këto vite? Pyeti ajo më në fund, me një zë që mezi i dilte. Ardi uli syt. Kam jetuar në një ferë që se di nëse do mund ta përshkruaj ndonjëherë. Anija jonë u fundos pranë brigjeve të Turqisë. U mbajtëm për orë të tëra në një pjesë të drurit, derisa një peshkatar më gjeti gjallë. Ishte një plak që jetonte në një fshat të humbur pranë Izmirit. Më shpëtoi, por unë s'isha në gjendje të kthehesha. Kisha humbur kujtesën për muaj të tërë. Emrin, jetën, gjithçka. Vetëm pas shumë kohe fillova të kujtoja copza, dhe kur u ktheva, mësova se më kishin shpallur të vdekur. Zëri i tij u drodh, dhe ti ishe martuar. Fjalët e fundit ranë sigur mbi zemrën e Elirës. Ajo deshi të fliste, por lotët i bën rrugën më të vështirë se kur. Unë s'di asgjë, e kërkova çdo ditë për një vit. U luta për një shenjë. Kur s'më mbeti më shpresë, nisa të jetoj përsëri. Dritani më ndihmoi të ngrihem. Ai ishte aty kur gjithçka tjetër kishte mbaruar. Dritani hapi gojën për të folur, por zëri i tij u mbulua nga përplasja e emocioneve. Ai vështroi burrin që i qëndronte përballë, njeriun që pa dashur i kishte rrëmbyer dashurinë. Nuk di çfarë duhet të them, foli më në fund. Nëse e vërtet burri i saj, unë s'kam asgjë për të thënë veç se më vjen keq për gjithçka. Por unë e dua Elirën, e kam dashur që nga dita e parë që e kam parë duke qeshur sërish pas dhimbjes. Elira ndjeu një therrje në zemër. 2 burra po flisnin për të si për një tokë që duhej ndar. Por ajo ishte vetëm një grua që s'dinte më kujt i përkiste. Mbrëmja zbriti mbi shtëpi si një re rënd.
Dritani u largua për në shtëpinë e motrës, duke e lënë Elirën vetëm me Ardin. Në heshtje, ajo përgatiste darkën. Ai e vështroi për një kohë të gjatë, si për të rikujtuar çdo tipar të fytyrës që dikur kishte puthur çdo mëngjes. Ke ndryshuar, tha ai më në fund. Ajo ndaloi duart, të gjithë ndryshuam, Ardi. 10 vjet janë një jetë e tërë. Ai u ngrit ngadalë dhe ju afrua, ke qenë e imja, Elira. Dhe tani që jam kthyer, dua të rikthej gjithçka që humba. Ajo u tërhoq një hap prapa, sikur fjalët e tij ta kishin djegur. Mos e thuaj këtë. Të lutem. Unë nuk jam më ajo grua që le pas. Unë kam një djalë, Ardi. Ai është biri i Dritanit. Në sytë e burrit u ndez një dhimbje që përplasej me krenarin. Do të thotë që kam humbur gjithçka? Jo, pëshpëriti ajo, por asgjë s'mund të jetë më si më parë. Ai u kthye drejt dritares. Jashtë binte shi, i ngadalt, i butë, si për të larë gjithë dhimbjet e harruara. A më ke dashur ndonjëherë aq sa atë? Pyeti papritur, Elira uli syt. E kam dashur me paqe, Ardi. Ty të kam dashur me zjarr, por zjarri digjet, ndërsa paqja mbetet. Ai heshti. E kuptoi se ajo nuk fliste nga faji, por nga një vërtet që ishte ndërtuar me vite. Ditët që pasuan ishin një makth i qetë. Fqinjet nisën të pyesin kush ishte burri i panjohur që hynte e dilte nga shtëpia e Elirës. Djalin e vogël, Ardin e vogël, siç e quante ajo përnder të së shkuarës, filluan ta pyesnin në shkollë. Pse ke dy baballar? Fëmia nuk dinte ç'të thoshte. Kthehej në shtëpi me syt plot lot, dhe ajo e mbante në krah pa mundur të jepte përgjigje që s'kishte. Një pasdite Dritani u kthye. Ka menduar gjatë, tha ai me një zë të ulët. Nuk mund ta luftoj dikë që vjen nga varri, por as nuk mund të jetoj pa ty, Elira. Dua të di vetëm një gjë. Më do akoma? Ajo e pa gjatë, me zemrën që i rrihte si trumbet në vesh. Të dua por ndryshe. Dashuria për ty më shpëtoi, më mësoi të jetoj. Por në këtë moment, unë jam mes dy botëve. Ai uli kokën, atëherë zgjidh, Elira. Mos na mbaj të dyve pezull, sepse asnjëri prej nesh s'do mund të jetoj kështu. Në netët që pasuan, ajo nuk flinte. Zgjoheshin kujtimet si fantazma, ditët e para me Ardin, buzëqeshjet e tij, premtimet që u tretën në det. Pastaj netët me Dritanin, duart e tij që i sillnin siguri, shtëpia që e ndërtuan bashkë gur pas guri. Një mbrëmje ajo mori fletoren e vjetër që mbante në sirtar. Ishte ditari i saj, i mbushur me kujtime për Ardin. Në fund kishte një faqe bosh, ajo shkroi, dashuria nuk vdes, ajo vetëm ndryshon formë. Por ndonjëherë, kur kthehet nga varri, të gjem pa vend. Ajo mbylli fletoren, e mori me vete dhe doli në verandë. Nata ishte e qetë. Dritani kishte ikur për disa ditë në Tiranë, ndërsa Ardi qëndronte në dhomën e mysafirëve. Elira ecte ngadalë, si dikush që po përgatitet për një vendim që do i ndryshojë jetën, hyri në dhomën e Ardit. Ai po shikonte disa fotografi të vjetra të tyre. Kur ajo u shfaq, ai ngriti syt me shpresën e një burri që s'kishte më asgjë tjetër për të humbur. Kam menduar, tha ajo me zë të qetë. Kam jetuar 10 vjet me hijen tënde. Tani që je kthyer, dua të falenderoj për gjithçka që më dhe, por s'mund të jetoj me të kaluarën. Unë kam një jetë tjetër tani. Ai u ngrit, syti shkëlqyen nga lotët. Do të thotë që po më largon? Po. Jo sepse s'të dua, por sepse dashuria që kemi s'mund të rikthehet. Ti u ringjalle, por unë nuk jam më e njëjta. Ai e pa për një çast të gjatë. Pastaj mori dorën dhe ja puthi me dhembje. Të falenderoj që më le të kthehem për ta mbyllur plagën. Edhe nëse s'jemi më bashk, do të dua për jetë. Elira ndjeu si t'i binte një bar nga shpina. Ai doli në heshtje, pa kthyer kokën pas. Ajo qëndroi në prag derisa dritat e rrugës e përpin hijen e tij. Kur u kthye Dritani pas disa ditësh, ajo e priti në derë. Ai se pyeti asgjë, por ajo i tregoi gjithçka. Ai e dëgjoi në heshtje dhe në fund tha, tani mund të fillojmë sërish, pa hije. Ajo buzëqeshi për herë të parë pas shumë kohësh. Në atë mëngjes, kur dritat e diellit depërtuan në kuzhinë, ajo përgatiti 3 filxhan kafeje. Njërin e lambi dritare, për dikë që s'do të kthehej më, por që do të mbetej gjithmonë aty si kujtim, si plag, si falje. Vitet kaluan dhe djaloshi që dikur pyeste pse kishte 2 baballar u ri. Ai mësoi nga nëna e tij se dashuria nuk është gjithmonë e drejtë, por është e vërtetë, se ndonjëherë zemra e një njeriu është e madhe sa për 2, por e qet vetëm kur zgjedh njërin. Në varrin e Ardit, Elira vendoste çdo vit nga një trëndafil të bardhë, dhe çdo herë përshpëriste të njëjtat fjalë. Nuk të humba, thjesht të lash të pushosh.
Pastaj kthehej në shtëpi, ku Dritani e priste në verandë me të njëjtën buzëqeshje që i kishte dhuruar një jetë të dytë. Ajo ulej pranë tij, shikonte qiellin dhe ndjente paqe. Sepse ndonjëherë dashuria më e madhe nuk është ajo që mban, por ajo që liron. E vërteta që trashëgohet ishin kaluar gati 7 vjet që nga ajo ditë kur Ardi kishte ikur për herë të dytë. Këtë herë për gjithmonë. Jeta e Elirës kishte marrë formën e një lumi të qetë që rrithte ngadalë drejt perëndimit, pa dallgët e asaj kohe të stuhishme. Dritani ishte kthyer në një bashkëshor të përkushtuar, në një mik të qetë dhe babai një djali që po rritej me një ndjeshmëri të thellë për botën. Por edhe lumenjt më të qetë mbartin në fund baltën e kujtimeve. Dhe ajo balt her pas here ngrihej në sipërfaqe. Një pasditë vere, teksa po shisnin disa nga sendet e vjetra në Bodrum, djali, tashmë 16 vjeç, gjeti një kuti druri të mbyllur me një qeles të vogël. Brenda ishin fotografi të zverdhura, një unaz ari e vjetër dhe një ditar me kopertin blu. Në faqen e parë, me shkrimin e saj të rumbullakët, shkruhej: "Për Ardin që më mësoi të dashuroj dhe për Dritanin që më mësoi të fal." Në atë moment, bota e djaloshit u drodh. Ai e lexoi çdo rresht, çdo fjalë të nënës së tij, dhe me çdo faqe ndjeu se jeta që njihte po ndryshonte ngjyrë. Mësoi se kishte jetuar mes dy dashurive, mes dy burrave që e kishin dashur të njëjtën grua, dhe njëri prej tyre ishte ai që e kishte rritur. Kur Elira u kthye në shtëpi atë pasdite, e gjeti djalin në verandë, me ditarin në prehër dhe syt plot me lot. "Nëna," thaj ngadalë, "pse s'më the asnjëherë?" Elira ngriti syt drejt tij dhe ndjeu se koha kishte ardhur. Ajo ul pranë dhe vendosi dorën mbi të tijen. "Sepse doja të mbroja nga dhimbja ime. S'doja të ndiheshe i ndar mes dy botëve si unë. Por unë jam biri i kujt, në të vërtetë?" Pyetja ras si një gur në zemrën e saj. Ajo heshti për disa sekonda që ju dukën të pafundme. "I dashur, unë se di me siguri." Kur mbeta 7 zën, Ardi sapo ishte kthyer. Ishin ditë të turbullta dhe unë nuk e di kush nga ta ishte jeta që mbolla në barkun tim. Por e di që, kushdo që ishte, ti e fryt dashurie, jo faji. Djali uli kokën, duart i dridheshin. E ndjej si të isha gënjur. Elira u përkul dhe i puthi ballin. "Jo, biri im, unë të rrita me të vërtetën që dia në zemër. Se je dashuria ime më e pastër. Kaq mjafton për çdo nën." Ai e pa gjatë dhe diçka në sytë e saj e zbuti. Ajo nuk ishte thjesht një grua që kishte gabuar. Ishte një njeri që kishte mbjetuar. Të nesërmen, djaloshi kërkoi ta takonte Dritanin, e gjeti në punë, në garazhin e tij të vogël ku rregullonte makina. U afrua pa folur dhe i zgjati ditarin, e lexova. Dritani heshti për një çast, pastaj vuri dorën mbi supin e tij. "E dija që një ditë do e gjeje. Nuk doja të mbaja peng, por unë jam babai yt në çdo frymëmarrje, në çdo natë që të kam mbuluar me batanie, në çdo ditë që të kam pritur pas shkolle." Djaloshi rëshiti një lot në faqe. "E di dhe s'dua askën tjetër, por dua të di kush ishte ai tjetri, ai që e humbët dhe e gjetët sërish." Dritani buzëqeshi hidhur. "Ai ishte një njeri i madh, biri im. Luftoi për dashurinë e tij, edhe kur ajo dashuri kishte ndryshuar formë. Nëse do dish kush ishte babai yt i vërtet, shiko brenda vetes. Je një pjesë nga secili prej nesh." Fjalët e tij qëndruan gjatë në ajër, si diçka që s'kishte nevojë për përgjigje. Elira i pa nga dritarja teksa flisnin. Zemra i rrihte me një ndjesë çlirimi dhe dhimbje në të njëjtën kohë. Ajo e dinte se vërteta ishte si një shpatë me dy tehe. Të shëron dhe të dëmton njëkohësisht. Kur djali hyri në shtëpi mbrëmjen e asaj dite, ai i tha vetëm një gjë: "Të fal." Kaq mjaftoi. Elira shpërtheu në lot, por këtë herë nuk ishin lot faji. Ishin lot faljeje të një gruaje që më në fund mund të merrte frymëlirshëm. Vitet rodhen. Dritani u plak me dinjitet dhe Elira i qëndroi pranë deri në fund. Në mbrëmjet e fundit të jetës së tij, ajo i lexonte fragmente nga ditari i vjetër. Ai qeshte butë dhe i thoshte: "Në fund fituam ne, jo sepse mbajtëm njëri tjetrin, por sepse nuk u dorëzuam ndaj jetës." Pas vdekjes së tij, Elira jetoi vetëm në shtëpinë e vogël buz lumit. Në dhomën e gjumit mbante 2 fotografi. Një të Ardit në uniformën e tij të detarit dhe një të Dritanit me djalin në krah. Midis tyre një qiri që ndiste çdo mbrëmje. Një natë e plakur e lodhur, ajo mori ditarin dhe shtoi një faqe të fundit. "Dashuria ime nuk ishte e përkryer, por ishte njerëzore. Midis dy burrave, unë zgjodha jetën. Dhe ndoshta në fund kjo ishte zgjedhja e duhur." Ajo e mbylli fletoren dhe e vendosi në sirtar, aty ku gjithçka kishte filluar.
Pastaj ushtri me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa jashtë dëgjohej zëri i lumit që rrite pa zhurmë. Si për të marrë me vete gjithë historitë e dashurisë që kur s'vdesin, por thjesht ndëron formë. Djali i saj tashmë burr, pas disa vitesh gjeti fletoren sërish. E lexoi në dritën e diellit të pasdites dhe ndjeu sikur në çdo faqe prekte shpirtin e nënës së tij. Pastaj mbylli sytë dhe pëshpëriti. Faleminderit që më dhe guximin të dashuroj, edhe kur bota gjykon. Ai e vendosi ditarin në raft mes librave të historisë dhe përfundimisht e kuptoi. Dashuria e nënës së tij nuk ishte një mëkat, ishte një mësim i shenjtë për njerëzimin. Cikli i zemërsishin kaluar shumë vite. Koha kishte rëshitur si një pëlhur e hollë mbi kujtimet, duke i zbehur dhimbjet, por jo kuptimin e tyre. Djali i Lirës, tashmë burr rreth të 30-tave, jetonte në Tiranë. Ishte mësues letërsie, një profesion që e kishte zgjedhur ndoshta për t'u afruar me shpirtin e nënës së tij. Ai e donte fjalën e shkruar, sepse aty ndjente se e gjenin paqe të gjitha gjërat që zemra nuk arrinte t'i shprehte dot. E quante vete me krenari Adrian Dritani, një emër që përmbante të dy burrat që e rritën, edhe pse vetëm njëri fizikisht. Në emër kishte të kaluarën e nënës dhe në shpirt barte faljen e saj. Një ditë vjeshte, ndërsa po jepte mësim për romanet e dashurisë tragjike, një vajzë në fund të klasës ngriti dorën dhe tha: "Profesor, a mendoni se dashuria e vërtet mund të jetojë midis fajit dhe detyrimit?" Ai u ndal për një moment. Zemra ju drodh sepse në atë pyetje dëgjoi zërin e nënës së tij. Dashuria e vërtet, tha me qetësi, nuk pyet për rrethana. Ajo lind në mes të rënojave dhe shpesh mbijeton atje ku njeriu do të dorëzohej. Por detyrimi dhe faji janë hije që e bëjnë njeriun të humbas rrugën drejt vetes. Vajza e pa me një vështrim që i ngjalli një ndjesi të çuditshme. Quhej Nora. Ishte një studente e re, e zgjuar, e ndjeshme, dhe në mënyrë të pashpjegueshme, e njohu brenda vetes se ai do të bëhej dikush i rëndësishëm për të. Muajt kaluan dhe Nora e gjeti veten gjithnjë më shpesh pranë profesorit të saj. Ajo ishte 23 vjeç, ai 31. Një lidhje që lindi fillimisht nga admirimi intelektual u kthye ngadalë në një lidhje shpirtërore, e pastaj në dashuri të ndaluar. Një mbrëmje, teksa po pinin çaj në një kafene të qetë pranë parkut, ajo i tha me një buzëqeshje të ngrohtë: "Nuk e di pse më duket sikur të njoh prej kohësh." Adriani qeshi butë. Ndoshta sepse kemi jetuar të njëjtën ndjenjë në jetë të ndryshme. Nora e pa me habi: "Çfarë do të thuash?" Nëna ime dikur e gjeti veten mes dy dashurive. Njërën ja mori deti, tjetrën ja solli jeta. Edhe un kam frikë se do të më duhet të zgjedh një ditë mes asaj që dua dhe asaj që duhet. Fjalët e tij e lanë të heshtur. Në sytë e Norës shkëlqeu diçka, një dritë e fshehur e së vërtetës që ende se kishte thënë. Një javë më vonë ajo i tregoi: "Jam e fejuar, Adrian." Fjalët ranë si rrufe. Ai e pa i hutuar, duke ndjer një boshllëk në stomak. "Pse më the vetëm tani?" "Sepse se dia si ta thosha. Ai është njeri i mirë, por unë kur jam me ty ndihem gjallë. Me të ndihem e sigurt." Adriani uli kokën. Zemra i rahu me një dhimbje që i duke e njohur, një përsëritje e historisë së nënës së tij. Në mendje i jehonin fjalët e Elirës: "Dashuria s'është e drejtë, por është e vërtetë." Ai e mori dorën dhe e mbajti fort. "Mos u martë me dik vetëm sepse duhet, Nora. Bëje vetëm nëse zemra jote nuk dridhet kur më sheh mua." Ajo filloi të qaj: "S'mundem, Adrian. Jam e lidhur me familjen e tij, më kanë ndihmuar shumë. Do të duket si tradhti nëse i lë." Ai nuk foli më. E la të largohej, edhe pse çdo hap i saj që largohej ishte si një copë e shpirtit të tij që shkëputej. Javët kaluan me heshtje. Adriani e ndjente mungesën e saj në çdo klas, në çdo rresht që lexonte në libra. Ai vazhdonte jetën, por zemra i digjej si zjarri i nënës dikur, ai zjarr që Elira e kishte përshkruar në ditar. Një natë i vetmuar, ai hapi atë ditar përsëri. Në një nga faqet e fundit lexoi: "Nëse djali im do të dashurojë ndonjëherë diçka që bota i thot jo, dua t'i kujtoj se dashuria nuk është mëkat, por zgjedhje." Ai e mbylli fletoren dhe ndjeu sikur nëna e tij po fliste përmes kohës. Një mëngjes dimri, teksa po dilte nga shtëpia, pa Norën në derë. Ishte lagur nga shiu, syti kishte të enjtur nga lotët. "Unë ndava," tha ajo me një zë të mekur. "S'munda të vazhdoj një jetë që si ishte e imja. Kam humbur gjithçka, Adrian, por nuk doja të humbisja veten." Ai e përqafoi pa fjalë. Dhe në atë moment ndjeu sikur më në fund po shlyente diçka që kishte mbetur e pambyllur në shpirtin e nënës së tij. Një cikël dashurie që më në fund gjente fundin e drejtë. Vitet kaluan. Adriani dhe Nora ndërtuan një jetë të qetë, me një dashuri që lindi në faj por u rrit në ndershmëri.
Në shtëpinë e tyre mbi mantel qëndronte një fotografi e vjetër e Elirës me një mbishkrim të vogël poshtë. Dashuria nuk zgjedh kohën, por e ndryshon përjetësisht atë. Dhe çdo herë që shikonte atë fotografi, Adriani ndjente se historia e nënës së tij kishte qenë tragjike. Kishte qenë thjesht njerëzore si vetë dashuria. E brisht, e gabuar, por e pavdekshme. Në mbrëmjen e fundit të romanit të jetës së tij, Adriani shkroi në ditar: "Ndoshta dashuria nuk përsëritet për të na dënuar, por për të na mësuar. Nëna ime zgjodhi jetën, unë zgjodha të vërtetën. Dhe ndoshta, kjo është mënyra e vetme për të çliruar nga faji i brezave." Ai e mbylli ditarin, e vendosi për krah atij të Elirës dhe e kuptoi se rrethi më në fund ishte mbyllur. Dashuria kishte kaluar përmes dy brezash, duke i kthyer plagët në mësime dhe fajet në falje. Sepse në fund gruaja e dy burrave nuk kishte qenë thjesht historia e një gruaje, por e një zemre që kishte dashur aq shumë, sa la pas vetes një trashëgimi dashurie që s'do të shuhej kurrë. Zemra që s'di të zgjedhë nata kishte zbritur mbi qytet si një mantel i rënd, i lagësh nga shiu. Brenda shtëpisë së vogël në buzë të fshatit, 3 shpirtra rrinin të ndarë nga heshtja, secili me dhimbjen e vet. Në dhomën e saj, Elira rrinte ulur pranë dritares, me duart që i dridheshin mbi prehër. Nga pasqyrimi i xhamit, ajo shihte dritanin duke fjetur në divan, ndërsa në dhomën tjetër dëgjohej hapi ngadalt i Ardit. Të dy e donin dhe të dy e kishin humbur. "Zoti im," pëshpëriti ajo, "si mund të dënohet njeriu për dashuri?" Në mëngjes, shtëpia u mbush me aromën e kafes. Ardi ul në tavolinë përballë saj me duar që ende kishin plagët e punës në det. "Nuk e di si ta filloj këtë bisedë," tha ai me zë të ulët. "Kam jetuar me një mendim se do të kthehesha dhe do të gjeja këtu, të njëjtën Elirë me shtëpinë tonë, me ëndrat tona. Nuk mendova asnjëherë se do të më kishe harruar." Elira ngriti syt, plot lot, "Të harroj. Kam jetuar çdo ditë me fantazmën tënde. Por jeta më detyroi të ecë përpara. Nuk doja të isha vetëm." Dritani hyri në kuzhinë. Zëri i tij ishte i qetë, por syt i digjnin. "Unë nuk jam armiku yt, Ardi, por duhet ta kuptosh." Ajo u përpoq të mbietonte. Ajo më pranoi në jetën e saj kur ishte thyer. Dhe unë e desha siç ishte, me gjithë plagët. Ardi uli kokën, heshti për disa sekonda, "Po unë kam qenë gjallë, i humbur në det, duke luftuar çdo ditë për t'u kthyer. Dhe kur u ktheva, shtëpia ime s'ishte më e imja." Fjalët ranë si thika mbi zemrën e Elirës. Ajo u ngrit me sytë që i mbusheshin me dritë lotësh. "Asnjëri nga ju nuk e kupton. Unë nuk kërkova asnjë nga këto. Kam jetuar me faj, me dashuri, me frikë. Ju të dy jeni jeta ime, në dy kohë të ndryshme." Ajo doli jashtë, nën shi. Qielli dukej sikur po qante bashkë me të. Ditët kaluan me një tension që rëndonte sigur. Fshati filloi të fliste. "Nuk është e drejtë," pëshpërisnin gratë. "Ka 2 burra." Fëmijët shikonin nga dritarja e shtëpisë së saj dhe tregonin me gishta. Elira nuk dilte më. E vetmja gjë që e mbante gjallë ishte djali i saj, Arbri. Ai e pyeti një mbrëmje: "Mami, pse po zihen baballarët e mi?" Ajo mbeti pa fjalë. Zemra ju thye në mes, në mbrëmje, Ardi dhe Dritani u ulën në verandë. Asnjëri nuk fliste për disa minuta. "Unë s'mund të largohem," tha më në fund Ardi. "Ajo është gruaja ime. Ne jemi martuar para Zotit." Dritani mori frym thellë. "Por ajo është edhe gruaja ime, sipas ligjit. Dhe më e rëndësishmja, ajo më do." Ardi ngriti syt. "A është e sigurt për këtë?" Fjalët e tij u përplasën me ajrin sigur. Në dritare, Elira i dëgjoi të gjitha. Zemra i ra, si një copë qelçi që qahet në heshtje. Të nesërmen, ajo mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën të gjithëve. U vesh me fustanin e thjeshtë të bardhë që kishte ruajtur që nga dita e martesës së parë. Mori një shall të vjetër dhe doli në bregun e detit ku dikur kishte humbur Ardi. Deti duke i qetë, por ajo ndjente brenda tij gjithë dhimbjen e viteve. Kur Ardi dhe Dritani mbërritën, ajo po qëndronte në mes të shkëmbinjve, me flokët që ja përplaste era. "Nuk mund të jetoj me këtë më," tha ajo me një zë që mezi dëgjohej. "Nuk mund të jem as e njërit, as e tjetrit, kur zemra ime është ndarë më dysh." Dritani ju afrua: "Mos thuaj ashtu, Elira, ne mund ta gjejmë një zgjidhje." Por ajo e ndërpreu: "Zgjidhje? Për kë? Për dashurinë që kthehet nga varri, apo për dashurinë që më shpëtoi nga vetmia? Çfarë zgjidhjeje ka për një grua që ka dashur 2 herë, me gjithë shpirtin?" Ardi ju afrua dhe ja kapi duart. "Unë do të pres, edhe nëse duhet të humba sërish. Sepse të dua." Ajo e shikoi, pastaj hodhi syt nga Dritani, "Dhe ti, më mëson se dashuria e vërtetë s'është zotërim,
por durim. Pastaj e kapi duart e të dyve dhe tha me lot në sy, më falni, por unë duhet të iki. Duhet të gjej veten, para se të zgjedh dik. Ajo u kthye, ecën përgjatë vijës së detit, derisa hapat e saj u zhdukën në mjegull. Më vonë njerëzit thanë se ajo ishte zhdukur në veri, tek motra e saj. Disa betoheshin se e kishin parë në një qytet tjetër, duke punuar si mësuese. Ardi u kthye përsëri në det, në heshtje. Dritani shiti shtëpinë dhe u largua në jug me djalin e vogël. Por një letër që mbërriti vite më vonë do t'i ndryshonte të gjitha, në të Elira shkruante. Nuk zgjodha asnjërin, sepse në çdo dashuri lash një pjesë të vetes. Ardi, ti ishe fillimi im. Dritan, ti ishe shpëtimi im. Por unë jam vetëm një grua që deshi dy burra. Dhe për këtë do të mbaj gjithë jetën fajin dhe bekimin e dashurisë.